Një përplasje e fortë dhe tejet emocionale ka shpërthyer sonte gjatë praimit të 13 duke vënë përballë dy prej banoreve më të komentuara të shtëpisë, Albën dhe Benitën. Situata u tensionua menjëherë pas prezantimit të klipit, në të cilin Alba i përmendi Benitës nënën e saj të sëmurë. Një temë mjaft e ndjeshme që shkaktoi reagim të menjëhershëm. Debati nuk u mbyll me përfundimin e klipit, por vijoi edhe gjatë transmetimit live, ku emocionet dolën hapur dhe tonet u ashpërsuan. E prekur dhe revoltuar, Benita reagoi ashpër ndaj fjalëve të Albës, duke theksuar se për të, nëna është e shenjtë dhe e paprekshme. Për mua nëna ime ka vlerë. Nëse për ty nuk ka vlerë nëna jote, unë nuk kam çfarë të bëj, moj, u shpreh ajo me mlef, duke e bërë të qartë se përmendja e nënës kishte kaluar çdo kufi loje. Më tej, Benita vijoi akuzat ndaj Albës, duke deklaruar se sjellja e saj kishte shkatëruar çdo respekt që mund të kishte ekzistuar më parë mes tyre. Nëse ti nënës tënde nuk ja dëgjon zërin për 2-3 vjet, çfarë faji kam unë? Më ke detyruar të kem zero respekt për ty, tha banorja, ndërsa tensioni në studio ishte i prekshëm. Ky moment u konsiderua nga publiku si një nga përplasjet më të forta emocionale të këtij sezoni, duke ngritur sërish diskutime mbi kufijtë e lojës dhe përdorimin e temave familjare brenda formatit. Spektakli vijoi mes reagimeve të forta, ndërsa përplasja mes Albës dhe Benitës pritet të ketë pasoja edhe në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.